Ndërsa për shumë familje në Shqipëri, Krishtlindjet dhe Viti i Ri janë ditë gëzimi, tryezësh të mbushura dhe përqafimesh familjare, për një pjesë tjetër të popullsisë të moshuarit, këto festa shpesh janë ditë vetmie, heshtjeje dhe pritjeje pafund. Emigrimi i fëmijëve ka lënë pas prindër të moshuar që festat i kalojnë vetëm, pa zërat e nipërve e mbesave, pa një përqafim familjar. Disa ende shpresojnë për një telefonat apo një video nga larg, ndërsa të tjerë përpiqen ta fshehin trishtimin duke kujtuar festat e dikurshme. Na mungon vetëm dera që të mos e ndjejmë më vetmin, thot një e moshuar në Lushnjë, e cila prej vitesh jeton me bashkëshortin, ndërsa fëmijët i kanë në emigrim. Sipas të dhënave, mbi 62% e personave që jetojnë vetëm në Shqipëri janë mbi 60 vjeç. Për ta, festat nuk janë më kohë gëzimi, por ditë që thellojnë boshllëkun emocional. Në këtë realitet, solidariteti dhe kujdesi ndaj moshës së tretë bëhen më të rëndësishme se kurrë, sepse askush nuk duhet të festojë vetëm. Shumë prej tyre gjejnë ngushëllim në kujtime, duke hapur albumet e vjetra apo duke dëgjuar këngët e festave të dikurshme. Disa marrin pjesë në aktivitete sociale në qendrat ditore, kur këto ofrohen, por mungesa e tyre ndihet në shumicën e zonave. Organizatat dhe vullnetarët kanë nisur nisma për të gjendur pranë të moshuarve në këto ditë simbolike, sepse dhe një përqafim, një vizitë apo një fjalë ngrohtë mund të ndriçojë një festë të heshtur.